Lajmi për ndarjen nga jeta të artistit Mane Lumani ka prekur familjarët, miqtë dhe gjithë komunitetin artistik të qytetit të Vlorës. Sot Afrima Galliu dhe Agron Hamo, 2 nga 4 parodistët e Vlorës, e cilësojnë largimin e tij si humbje në një tjetër shtylle të grupit të 4 parodistëve. Ata ndanë së bashku skenën për vite me radhë dhe natyrisht ashtu do të mbaren mend nga publiku. Me së dhimbjes për ndarjen nga jeta të kolegut të tyre, Afrimi dhe Agroni pranojnë se Vlora dhe Shqipëria humbën një nga figurat më të mëdha të parodisë dhe humorit shqiptar. Ata kishin gati dhe një projekt të ri, por Mania nuk arriti ta realizonte. Sot 2 parodistët ndjejnë se është ndar nga jeta jo vetëm një koleg, por dhe një mik e familjar i shtrenjtë, i cili me veprën dhe humorin e tij do të mbetet përherë mes tyre dhe mes qytetarëve vlonjat. Na iku edhe një krah tjetër. S'pari iku Meti para 6 vjetësh. Sot ndajmë edhe nga krahu tjetër nga Mania. Kështu që unë dhe Gonja mbetemi vetëm. Natyrisht është dhimbje e madhe. Vështëllime familjes të afërmve. Ai qofti parajsës. Mungesa e tij tek ne natyrisht ka vite që ndihet, por gjithmonë ka qenë i pranishëm në shfaqjet tona në ato mundësi që kishte. Unë dhe Gonja kishim një projekt shumë interesant tani për të bërë së bashkë me të një shfaqje, por ja që nuk ishte shkruar që të ishim bashkë. Megjithatë, Mania iku fizikisht, por do të mbetet në mendjen dhe në zemrat tona, jo vetëm si koleg, si miq, si familjar, si artista, por ai do të mbetet dhe në memorien e të gjithë spektatorit ardashës, jo vetëm vlonjat, por edhe atij shqiptar, nëpërmjet veprave të tij që ka lënë më pas. Lam të mirë i dashur Mane. Jo të flas për Manen, duhet ne dimrit i gjata. Kuptohet një jetë të tërë bashkë me të ruaj kujtimet nga më të rallat, nga më të bukurat, po kështu dhe është fati jetë e tija. Në rëmbëjo me të vërtet dy legjenda, dy shok, 2 vëllezër, 2 miq të rallë, shumë të dashur figura, shumë të dashur në publik. Ku në la Meti për edhe në parë, thamë se mbaruam. Por, është ajo që njeriu jep forca me të vërtet. Dhe me vështirësi po e përballonin. Po kjo e Mania tani. Ndoshta ishim edhe një çik të përgatitur sepse sëmundja e bëri punën e saj te Mania. Nga do që shkonim thoshin ai i vogli, ku është ai i vogli? Tash ne të voglin ishim të ndarë, Mania ishte më i madhi nga ne në moshë. Meti ishte më i vogli, unë beja shumë shaka, i thosha si Olio me Stelon, se ata nuk ndaheshin asnjë nga njëri tjetri, flinim të dy bashkë, dhe tani fati i keq. I mirë për ata 2 se do bashkojnë aty lartë, aty ku janë, ku do parajnë. Unë i shpreh familjes Mane ngushëllimet më të thella, më të ndjera, aty të dhe Afrimi. U kupotën të 2 krah tani, por ja që jetën do ta pranojmë kështu siç na vjen. Dhe të thosha vetëm Manes me Afrimin patëm momentin më të bukur, më të dhimbshëm. I kemi vajtur 5 orë përpara se të ndronte jetë. Aty ishin të 2 vajzat e tija dhe tha qeshi babi. Se kishte ditë, duket kishte qenë në ditë jo të mira. Çfarë të flasësh për Manen, ta thash në fillim të fjalës që duhet të ketë ditë, kohë, mundësi do na hapin përsëri të flasim për të. Do thosha vetëm preu i qetë i dashur Mane. Lam të mirë. Artisti Mane Lumani u shua një ditë më parë pas një sëmundje të rëndë, ndërsa prej muajit dhjetor ndodhej i shtruar në spital. Ndarja e tij nga jeta lë një boshllëk të madh në skenën artistike të Vlorës, ndërsa kujtimi dhe vepra e tij do të mbeten pjesë e trashëgimisë kulturore të qytetit.